الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet për uljet në nshtrimet, adhurimet i takojnë vetëm Allahut, krijuesit gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit. Atë falenderojmë, nga ai ndihmë, falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton askush të adhurohet përveç Tij. Dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij të sinqertë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar besimtar, Allahu kërkon prej nesh që të jemi të devotshëm. Ndaj bëhuni të devotshëm. Nga se devotshmëria i hap dyert e lumturisë në këtë botë, rrugët e mirësisë në dynja dhe në ahiret. Devotshmëria është kur ne përkushtohemi duke i respektuar urdhnat e Allahut, me dritën e Allahut duke shpresuar në shpërblimin e Allahut, duke u distancuar nga mëkatet, nga haramet, nga ndalesat, me dritën e Allahut duke u friksuar në dëshkimit e Allahut. Besimtar të ndershëm, ka ardhur feja islame me udhëzime të qarta, me orientim të drejtë, me këshilla me të cilat besimtari e gjen lumturinë e tij në këtë botë, e gjen qetësinë e tij shpirtërore dhe nëpërmes kësaj rruge arrin kënaqësinë e Allahut në ditën e gjykimit. Por ajo çka është për keqardhje, shumë njerëz mundohen nëpërmes shumë rrugëve të ndaluara për të arritur suksesin këtë botë, apo për të arritur kënaqësi, apo për të arritur mirësinë këtë dynja. Ndaj duhet ta dini se feja islame çdo gjë që është e dëmshme e bën haram, të ndaluar. Dhe çdo gjë që Allahu e ka bërë të ndaluar në fen ton, duhet ta dini qartë. Është ndaluar për shkak se ajo është e dëmshme për individin, për shoqërinë, për familjen. Dhe padyshim se në mesin e kësaj shoqërie ka shumë gjunahe të mëdha. Në mesin e kësaj shoqërie janë shfaqur mëkate të mëdha. Por nga njëherë disa mëkate janë të mëdha dhe çdo kush e vren se vërtet kjo është një mëkat i madh. Por nga njëherë janë disa mëkate të mëdha që njerëzit mishrohen, adaptohen me ato gjunahe dhe fare nuk ja vëjnë vëmendje. Dhe një nga mëkatet të mëdha për të cilat ka argument nga Kurani dhe Suneti është shfaqja e muzikës dhe e këngëve. Kjo konsiderohet prej gjunaheve të mëdha në dinin ton. Dhe për pasojat, dëmet, rreziqet, të këqijat që i paraqet dhe i sjell muzika dhe këngët, për këtë kemi argument nga libri i Allahut dhe nga hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo dukuri e keqe është fuqizuar në shekullin ton, në periudhën në të cilin po jetojmë. Nga se teknologjia është avancuar,
Dhe zërimi është bë më joshës për njerëzit, është bë më përktheles, i afron njerëzit dhe zemrat e njerëzve më shumë se sa ndonjëherë të kaluarën. Ndaj, dhe kjo dëmton moralin, kjo dëmton besimin, kjo dëmton zemrën, kjo dëmton familjen e besimtarit dhe besimtarës. Allahu ka ardhur me shariatin islam me argumente të qarta, nga libri i Allahut dhe nga suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam, që qartësojnë mënyrë të prerë se muzika dhe veglat muzikore dhe këngët janë haram të ndaluar. Dhe duhet ta dini një gjë të tillë, se kur ne ju interpretojmë argumentet nga Kurani apo një dispozit nga feja jonë, ju duhet vetëm të dini se Allahu është ai i cili e bën halalin halal dhe haramin haram. Dhe ne kemi obligim që neve t'ja u thojmë atë që jemi të ngarkuar që t'ju thojmë të vërtetën dhe këshillën e Allahut dhe këshillën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Thot Allahu në librin e tij në suratul Luqman, ajeti 6: "Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadith li yudilla an sabilillah." Ka nga njerëzit të cilët blejnë tregime boshe, li yudilla an sabilillah, që njerëzit t'i largojnë nga rruga e Allahut. Wa yattakhidha huzwa, dhe e marrin Kur'anin, udhëzimet e Kur'anit për lojë dhe tallje. Ulaika lahum adhabun muhin, të tillët do të kenë një dëshkim të ashpër dhe poshtrues në zjarrin e xhehenemit. Një nga komentatorët më të mëdhaj është Abdullah ibn Abbasi dhe Abdullah ibn Mas'ud. Këta njerëz nuk ka njeri mbi fytyrën e tokës që ka ditur qëllimet e ajeteve se sa Abdullah ibn Abbasi dhe Abdullah ibn Mas'udi. Dhe Abdullah ibn Mas'ud dhe Abdullah ibn Abbas për atë tekstin, pjesën e ajetit, lahu al-hadithi, tregime boshe, thonë se ka zbritur pikërisht për këngët dhe ka zbritur pikërisht për muzikën. Ndaj, ka qërtim të rënd, kjo dukuri e shëmtuar, me që ka ardhur argumenti qartë se Allahu do të dënoj një besimtar nëse e bën një gjë të tillë. Dhe ne e dim se kjo për mëkate të mëdha, por Allahu në mes robit dhe tij çdo gjë mund të ndodhë. Allahu mund ta falë robin dhe mund ta ndëshkojë, por ne duhet ta dim dispozitën si dispozitë, të mundohemi dhe të përpjekemi për të distancuar nga ky gjuna. Po ashtu ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij: "Walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-lagwi marru kirama." Edhe ata të cilët, kur ka folë Allahu për cilësitë e besimtarëve, ka thonë edhe ata të cilët nuk dëshmojnë gënjeshtra. Komentatorët thonë se është për qëllim ata të cilët nuk dëshmojnë rrejshëm, por njëkohësisht ky ajet përfshihet në komentin e dietarëve se edhe ata të cilët nuk bëjnë muzikë, edhe ata të cilët nuk këndojnë dhe nuk bëjnë vargje të thurra. Prandaj Allahu tabaraka wa taala po ashtu në një ajet tjetër thot: "Afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun." A habiteni pra nga ky rrëfim Kur'ani, wa tadhakuna wa la tabkun, dhe ju vazhdimisht qeshni dhe nuk qani, wa antum samidun, dhe ju jeni duke humbur jetën tuaj të çmuar në loje qefe, në kocsi e muzikë e tjera. Thot Abdullah ibn Abbasi: "Samidun, jeni duke humbur kohën, thot, jeni duke kënduar, jeni duke i larguar njerëzit pranë nga përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala." Këto ishin disa argumente nga Kur'ani, por ja çfarë na thot pejgamberi alayhis salatu wassalam në Sahih al-Bukhari, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La yaqumuna min ummati aqwamun", do të ketë në ummetin tim, është fjala për musliman, është fjala në mesin e muslimanëve, një popull, një grup i njerëzish, yastahillun al-harra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif, janë do njerëz që do të shfaqen mesin e ummetit tim, që do ta lejojnë mendafshin, pra veshje ndaluar për meshkuj e jo për femrat, që do ta lejojnë
muzikën, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, veglat muzikore dhe do ta lejojnë alkoolin. Kjo është pishenjave të kiametit dhe është gjëna edhe më e madhe se sa vetë veprimi i muzikës apo i alkoolit. Nuk ka dyshim se nëse një njeri e përdor alkoolin ai gjëna çar, por nuk del prej feje. Nuk ka dyshim se Allah mund ta falë, por nëse një person e lejon alkoolin, e lejon muzikën, e lejon mundafshin, atëherë ky bjen kufër të madh që e nxjerr prej dinit Allahu subhanahu wa taala dhe është në një rrezikshmëri shumë të madhe. Dhe për këtë arsye duhet keni kujdes nga kush i mësoni halalin dhe haramin, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar për njerëz të tillë. E dini se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur e ka pas Ibrahimin smur, ka qenë aty Abdurrahman ibn Auf, Ibrahimi djali i tij pranë vdekjes, dhe ka vdekur në prehnin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka filluar me çajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abdurrahman ibn Auf i habitur i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, "Atabki ya Rasulullah?" Apo çanu i dërguami i Allahut, e ti na ke ndaluar me çajt. Pejgamberi alayhi salatu wassalam tha, "Unë nuk ja kam ndaluar, nuk e kam vetë ndaluar të çajturit, sepse dini ashtu siç ka një transmetim sepse të çajturit në një fatkeqësi apo kur ndash nga prindrit apo nga fëmijët, ajo është mëshirë që ka zbritur Allahu në zemrat e besimtarëve. Është mëshirë. Prandaj zemra pikëllohet, syri loton, por ne nuk themi asgjë tjetër, vetëm atë që Allahu është i kënaqur. Pra, të çajturit e njerëzve në momentet e vdekjes të afërmit të tyre, kjo është mëshirë që zbret Allahu në zemrat e njerëzve. Por ja çfarë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra nuk na u ka bë haram me çaj. Por thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Por mu Allahu më ka bë haram dy zëra me çaj, që janë zëra të budallënj, që janë zëra çrregullues. Kështu i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. E para është pra zëri i këngëtarëve që i largojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Është zëri i atyre njerëzve që i largojnë. Dhe ne jemi dëshmitar që viteve të fundit sa është duke u goditur rinia jonë, familjet tona nëpërmes muzikave dhe këngëtarëve në veçanti, që janë duke çorëditur çdo lloj, janë duke shkatruar çdo lloj që ka qenë morale dhe që duhet jetë morale në mesin tonë. Dhe këtë lloj pejgamberi alayhi salatu wasallam sot na ka ndaluar Allahu te baraka ve taala dhe në dy zëri i vajtimit, pra zëri i bërtitma. Ato britmat kur të ndodh një fatkeqësi e njeri e nxjerr një zot jo të mirë, apo kur vajton, këtë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj duhet i kemi frikën Allahut. Ja se çfarë thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, el ghina'u, këngët, muzika, yunbitu nifaq, e mbjell nifakun, hipokrizin, zemrën e njeriut, ashtu siç uji bëhet shkaktar për ta mbjellur pemën tokë apo farën tokë. Dhe dikush mundet me shtru pyetjen dhe me thanë, pse është ndaluar muzika në Islam? Muzika në Islam apo të gjitha këngët, pavarësisht a përmbajnë tekst të mirë apo të gabuar. Dhe këtu duhet ta keni qartë se çdo lloj thurje, mënyrën e recitimit të këngëve, me muzikë apo pa muzikë, me vegla muzikore apo pa vegla muzikore, ndinin tonë janë haram. Edhe nëse flitet për vlerën e namazit, edhe nëse flitet për vlerën e xhihadit, edhe nëse flitet për çfarë do vlere, shariatin tonë është e lejuar leximi i Kuranit dhe është i lejuar poezia e bukur që mund ta recitojë një musliman. Dhe asesi nuk është e lejuar edhe ilahit të cilat fatkeqësisht njerëz të devijuar na e quajnë si ilahi islam. Do me thonë shejtani nëse humb shpresën për ta devijuar një njeri dhe thot unë nuk këndoj, ai do t'ja hap derën e ilahive dhe thot atashti do ta kemi recitime dhe këngë islame. Prandaj shejtani nuk e humb shpresën vetëm te ai njeri që ju ka dërzuar Allahut dhe nështrohet librit të Allahut dhe sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj të ndërshëm musliman, jo rastësisht Allahu e ka bo haram këngën dhe muzikën, sepse ajo ju largon prej përmendjes së Allahut. Kur ju largon prej ibadetit, atëherë ju fut në rrugët të shëmtuara, ju fut në alkool, ju fut në amoralitet, ja u prish moralin, ju largon prej prindërve,
këtë edhe nëse mendoni që këtë nuk jeni duke përjetu, duhet ta dini se Allahu e din gjendjen e robit më mirë se sa ti e din vetes tënde. Prandaj, lutni Allahun te bareke ve teala që të na i falë gjitha mëkatet. Ne po të mësuam sot muzikën për mëkateve të mëdha, nga se kanë nga njerëz të cilët kur e bëjnë këtë veprim apo e ndëgjojnë këtë veprim, ju duket sikur një mickon që ju kalon para fytyrës së tij. Dhe kjo ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, gjunaçari është ai një person i cili kur i kalon një mëkat i madh është sikur kur ti kaloj një mickon apo një miz para syve të tij. Dërsa besimtari kur ndodh afër një mëkati të madh, ai është sikur momentin afër një kodre që ka frikë që mos i bjen ndonjë kersh apo ndonjë guri mbi kokën e tij. Prandaj bëhuni të devotshëm. Lutni Allahun te bareke ve teala që t'ja fal mëkatet çdo shkaktar që ja u prish besimin, moralin, nderin, familjen, autoritetin, largohuni dhe distanconi. Lutni Allahun te bareke ve teala që Allahu t'ja fal mëkatet e juaja. Kërkoni nga Allahu devotshmëri. Devotshmëria ju ngrit autoritetin, moralin, besimin, nderin këtë dunja dhe padyshim do ta fitoni kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa sufa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderimet i takojnë Allahut, salavat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Besimtar të nderuar, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tazala qadamu 'abdin hatta yusal an arba. Kur të ringjallësh nga varri ditën e gjykimit, nuk mundesh me ecë pa u pyet për 4 gjëra. E një prej 4 gjërave është an shababihi fima afna. Se si e ke kaluar rinin. Prandaj, rinia duhet kalohet me devotshmëri. Rinia duhet kalohet me namaz. Rinia duhet kalohet me respektimin e prindërve. Rinia nuk duhet kalohet të shoshrohesh me femra dhe të kalosh në për klubet natën. Rinia nuk duhet kalohet me duhan. Rinia nuk duhet kalohet me alkool. Rinia nuk duhet kalohet me gjana të kota. Prandaj, mësoni ato që ja u ka lejuar Allahu. Studioni atë që ja u ka lejuar Allahu. Le të keni ambicie që të punonin të ardhmen për të jenë në shërbimin e familjeve të juaja, por asesi me haram. Nga se Allahu do të pyet një herë si e ke kaluar rinin. Allahu do të pyet një herë si e ke kaluar jetën. Allahu do të pyet një herë ato që e dite, si e veprove, por Allahu për pasuri do të pyet 2 herë. Fima kayfa iktasabta wa fima anfaqta. Si e fitove dhe si e shpenzove. Prandaj, keni frikën Allahut subhanahu wa ta'ala. Pa dyshim se kjo dukuri që e përmendëm është mëkat i madh, por nuk do të thotë që ne duhet ja anashkalojmë edhe gjunahe të mëdha tjera, sepse në shoqërinë tonë ka edhe mëkate jashtëzakonisht të rënda që janë duke ndodhur. Prandaj, ajo që unë kërkoj për spari për ju të gjithëve që ta keni në bindje që ato që ka bëu Allahu haram, ajo nuk ndryshohet. Ajo është haram sepse është e dëmshme për njerëzit. Dhe me pastaj ta lutim Allahun që të na braktis nga të gjitha këto, sepse rinia prej shkaktarëve kryesor që është duke degeneruar rinin tonë sot është muzika dhe veglat muzikore. Prandaj, ashtu siç janë duke devijuar rinin në çështjen e moralit, kështu rinin islame që kanë futur me fal namaz kanë hi nëpërmes ilahive i kanë çorientuar nga dituria. Që do të thotë pra ashtu siç muzika i ka larguar njerëzit nga morali, ashtu në anën tjetër edhe ilahi të shumta shumë të ri i kanë larguar nga leximi i Kuranit, nga leximi i haditheve dhe nga leximi i literaturës islame, gjë që ja pasqyron atij realitetin e fesë islame. Prandaj lutim Allahun subhanahu wa taala që të na largojë nga çdo mëkat i madh, të na largojë po ashtu nga çdo risi që futet në fenë tonë nëpërmes petkut islamit, e në realitet ajo nuk ka të bëjë me fenë tonë. Lutim Allahun te bareke ve taala na i fal mëkatet tona, na i fal gabimet tona, na i përmirësoj gjendjen tonë. Lutim Allahun te bareke ve taala që Allahu të jetë i kënaqur me ne. Lutim Allahun te bareke ve taala që të mos jetë synimi kryesor kjo dunja. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, o Allah, të mos jetë gjëja më e rëndësishme jetësimi dunjaja, po të jetë ahireti. Prandaj kur ne kemi synim botën e mëtejshme, përjetshme, jetën tonë, realitetin tonë, sepse atje do të kthehet prapë shpirti në trup dhe do të jetë përjetësisht ose në xhenet ose në xhenem,
pa dyshim se brengat e kësaj dunjaje do të jenë të leta. Prandaj i logjikshëm, i mençur është ai i cili punon për të jetë, për jetesën e përjetshme, ndërsa neglizhent i pakujdesshëm është ai i cili punon për dunja dhe fare nuk mendon për ditën e gjykimit. Prandaj lutim Allahun te baraka ve taala që të na i falë gjunahet tona, na shtoj imanin ton, na bëj që të jemi më të fortë praktikimin e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين.